Institucionet më të larta të Kosovës kanë zhvilluar omazhe në nder të akademikut të njohur Recep Qosja, i cili u nda nga jeta në moshën 89 vjeçare. Në ambientet e Kuvendit të Kosovës, zyrtar të lashtë setror shkruan në librin e Ziz dhe vlerësuan kontributin e tij të jashtëzakonshëm në kulturën dhe mendimin shqiptar. Kryeparlamentarja Albulena Haxhiu ishte ndër të parët që zhvilloi omazhe, duke cilësuar Qosjen si një figurë të pazëvendësueshme të letërsisë dhe identitetit kombëtar shqiptar. Ceremonitë u shoqëruan me mesazhe nderimi nga përfaqësues të institucioneve akademisë dhe botës së kulturës. Në shi respekti, qeveria e Kosovës ka shpallur 24 prillin 2026 ditë zie shtetërore. Flamujt në të gjithë institucionet publike dhe shtetërore janë ulur gjysmështisë si simbol i nderimit për një prej mendjeve më të shuara të letrave shqipe. Vetë akademiku kishte lënë amanet që ceremonia e varrimit të zhvillohej në mënyrë private, pa praninë e mediave dhe pa organizime publike. Në respekt të kësaj dëshire, familjarët zgjodhin një ceremoni të thjeshtë dhe intime, larg vëmendjes publike. Ndarja nga jeta e Recep Qosjes është cilësuar si një humbje e madhe për kombin shqiptar, ndërsa mesazhet e nderimit dhe vlerësimit për figurën e tij po vijojnë nga personalitete të shumta brenda dhe jashtë Kosovës.